Janë certifikuar përfundimisht rezultatet e zgjedhjeve për qarqet Vlorë, Shkodër, Berat dhe Dibër. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve Ilian Celibashi shpërndau këtë të premte mandatet për 35 kandidatët e dalë më 11 maj në këto qarqe. Shpërndarja e mandateve për qarkun Berat është si vijon. Partia Socialiste e Shqipërisë merr 5 mandate, koalicioni Partia Demokratike Alanca për Shqipërinë Madhështore 2 mandate. Vendimi u mor pasi kolegji zgjedhor rrëzoi ankimet e Partisë Demokratike për këto qarqe, duke ezauruar në këtë mënyrë të gjitha hallkat ankimuese për rezultatin. Partia Demokratike Alanca për Shqipërinë Madhështore nga Berati do të ketë në parlamentin e ri 2 deputet, ndërsa Partia Socialiste 5 deputet. Nga qarku i Shkodrës, Partia Demokratike do të ketë 5 deputet, Partia Socialiste 4 deputet, ndërsa Partia Social-Demokrate 2 deputet. 5 mandate që ka qarku i Dibrës nga rezultati i zgjedhjeve të 11 majit, ato u ndan 3 për Partinë Socialiste dhe 2 për Partinë Demokratike. Vlora me 12 mandate është një nga qarqet që i dha një fitore të thellë Partisë Socialiste, 9 të fituara më 11 maj, ndërsa Partia Demokratike mori vetëm 3 mandate. Në total, deri më tani, janë certifikuar rezultatet në 8 qarqe, ku përveç Vlorës, Shkodrës, Beratit dhe Dibrës, më herët janë certifikuar rezultatet edhe për qarqet Kukës, Korçë, Lezhë dhe Gjirokastër. Tashmë kanë mbetur edhe 4 të fundit, Tirana, Durrësi, Fieri dhe Elbasani.